veprat e mira janë më të dashura tek Allahu në këtë ditë se në ditët tjera. Janë më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse jep sadaka në këtë ditë dhe nëse jep jashtë këtyre ditëve, sadakaja që është dhënë këtë ditë është më afër që të ketë shpërblim më të madh, që ti jesh i falur prej saj sesa jashtë këtyre 10 ditëve. Andaj duhet që të shtohen veprat e mira në këto 10 ditë, sepse nuk e din ti se me cilën vepër e arrin mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Nuk e din ti se ku e arrin mëshirën dhe shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Nuk e din se cila vepër bëhet shkak që të shpëtosh. Andaj transmetohet se kanë pyetur njërin prej dietarëve dhe i ka thonë, nëse arrin xhami dhe imami me xhamatin është në sejdë, ai nuk e ka arrit faktikisht këtë reqat, se për të arrit reqatin duhet të arrish imamin para se mu ngrit prej rukuje. Do me thonë duhet të arrish ruku, duke qenë ruku, edhe ti të bëhesh ruku dhe të thuash një herë subhana rabbiyal azim, e pastaj të ngritesh me imamin, atëherë konsiderohet se atë reqat e ke arrit me imamin. Për shembull, nëse vënohesh. A nëse arrin imamin sejdë, nuk e ke arrit reqatin. Andaj ai xhamatlia kur e ka pyet këtë dietar, është prej tabiinëve mirë, po nuk më kujtohet tash moment e emri i tij, kur e ka pyet i ka thonë, a të bien sejdë apo mos bie, se ai reqat faktikisht nuk sëm quhet. Nuk e kam arrit në ruku, atëherë atë bie apo mos bie? I ka thonë bjerë sejdë, sepse ti nuk e din se me cilën sejdë do ta fitosh mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Pra edhe në këtë rast, edhe pse nuk të njefet si reqat, bëne një ibadet plus, shtesë, e ke mundësinë, bëne, sepse nuk e din ti se me cilën vepër të mëshiron Allahu subhanahu wa taala. Ndoshta bashkë kjo do të jetë tek Allahu më e shpërblyeshme, ku e din ti, nuk e din. Ndoshta për një sejdë do të jetë pyetja, do të jesh në xhenet apo në xhenem, nuk e din. Andaj shtoj sa më shumë, bën sa më shumë vepra të mira.